Dhe në kohë ka ndodhur kjo afrimi i tregjeve në 3 forma. Forma e parë është shpejtësia e diturisë se çka ndodh në të gjitha tregjet botërore, a i rritet çmimi apo i ulet çmimi artikujve. Shumë shpejt merret vesh kjo punë. Sikur të ishin shumë afër tregjet njëra me tjetrën. Edhe pse është në anën tjetër të botës e merr vesh se a është rrit çmimi i naftës apo është ul, për shembull, apo çmimi i arit. Kjo është forma e parë e afrimit të tregjeve. Forma e dytë është transferimi i shpejt i mallrave dhe i tregtarëve. Shumë shpejt transferohen prej një vendi në vendin tjetër, andaj sikur të ishin më afër tregjet pra. Dhe forma e tretë e afrimit të tregjeve është afrimi i çmimeve. Çmimet janë të përafërta me njëra tjetrën. Për shkak të globalizimit të tregtisë, në veçanti dhe ekonomisë në përgjithësi, e sheh se çmimet e gjërave në përgjithësi janë pra të njëjta apo të përafërta. Këto janë 3 format e afrimit të tregjeve. Dhe nëse vjen për shembull njëri prej dietarëve e komenton me formën e parë, i dyti e komenton me formën e tretë, i treti me formën e tretë. A ka ndonjë keq për shembull kundërthënien mes kësaj? Nuk ka, sepse hadithi i përfshin gjitha këto. Hadithi i përfshin gjitha këto forma, dhe nëse nesër vjen forma e 4 e afrimit të tregjeve, edhe këtë e përfshin hadithi. Përderisa pejgamberi alayhis salam e ka lënë fjalën në këtë formë, pra të përgjithshme, ka një urtësi kjo gjë. Ka një urtësi dhe është më e fuqishme se sikur ta caktonte se çfarë lloj afrimi. Sikur ta caktonte njërin lloj prej këtyre 3 llojeve, do të ishte më pak e fuqishme se sa kur e let përgjithshme.